Mira shqiptar nga gjitha trevat thrasin "Unë jam UÇK" në mbrojtje e solidarizim me ish-krerët që po gjykohen në Hagë. Prizreni është tronditur sot, dyshohet se një burr ka therrur me thik bashkëshorten dhe vajzën e mitur pas mesnatës. Në orën 18 ka nisur numrimi i votave nga diaspora për zgjedhjet lokale që u mbajtën të dielën që lan pas. Vazhdon ngritja e çmimeve, inflacioni arrin në 4.7%, qytetarët ankohen se pagat i kanë të ulta për ta përballuar shtrëngtimin e madh. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në këtë edicion qendror lajmesh të nderuar teleshikues. Unë jam UÇK, jehoj pas ditën e sotme në kryeqytetin shqiptar, ku mblodhen mijëra qytetarë në protestën e thirrur në përkrahje të ish-krerëve që po gjykohen në Hagë dhe kundër padrejtësive të speciales. Tirana mblodhi qytetar nga gjitha trevat ku ka shqiptar në marshin që u thirr nga organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s. Flamujt kuqezi e fotografitë e ish-krerëve të ushtrisë qeverimtare të Kosovës mbizotruan në duart e pjesëmarrësve të këtij marshi në mbështetje të Thaçit, Veselit, Krasniqit e Selimit. Për ushtrinë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, Recep Selimin, e për ish ushtar të UÇK-s të cilët po gjykohen në Hagë. Mijëra qytetarë nga të gjitha trojet shqiptare u mblodhen në Tiranë për të protestuar kundër padrejtësive të gjykatës speciale ndaj ish-krerëve të UÇK-s. Unë jam UÇK dhe liri për çlirimtarët ishin thirrjet kryesore që jehonin në protestën e zhvilluar në kryeqytetin shqiptar, në mbështetje të vlerave të UÇK-s dhe luftës së lavdishme të popullit të Kosovës. Hysni Gucati, kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, tha se kjo protest ngrit zërin për të kërkuar drejtësi, teksa theksoi se nuk do të lejohet të përdhoset emri i çlirimtarëve. UÇK-ja nuk ka nevojë me dëshmu se ka qenë ushtri qeverimtare. Këtë e ka dëshmuar vetëm historia, e ka dëshmuar populli, e ka dëshmuar varret e dëshmorëve të kombit. E kanë dëshmuar bota mbar pa në sytë e vetë krimet serbe në Kosovë. Sot përmes kësaj, gjykata të padrejta po gjykojnë jo krimet, por vetëm fajtorët janë si popull, po përpiqen me barazu viktimen me xhelatin. Ish-presidenti i Shqipërisë Alfred Mojsiu deklaroi se ushtarët e UÇK-s luftuan për lirinë e Adheut, liri e cila u fitua me gjak, derisa nënvizoi se çlirimtarët nuk kanë kryer krime. Trima nuk ishin friksuar, por burrat fort që ndronin të qetë, të gatshëm për të sakrifikuar, për të pasuar luftën e UÇK-s, si dhe gjithë popullit kosovar. Nga njollat që padrejtësisht po përpiqen të japin ata që nuk ja duan të mirën shqiptarëve. Ali Ahmeti para mijëra qytetarëve thirri për ngritje të zërit për drejtësi, teksa shtoi se gjykata speciale po përpiqet të njollos imazhin e UÇK-s. Kur u hetua dhe u kuptua që çdo gjë ishte një trillim propagandues për ta nxirrë imazhin e luftës tonë çlirimtare, prokuroria nxitoi dhe përpiloi një akt akuz tjetër, mu në ditën kur në Washington, në prezencën e presidentit Trump, duheshte të nënshkruhet marrëveshja për njohje të ndërsjellë midis Kosovës dhe Serbisë dhe përfundim të asmërisë shekullore, pandarje dhe shkëmbim territoresh. Me thirrjen për beslidhje të shqiptarëve kundër padrejtësisë ndaj ish-ushtarëve të UÇK-s, u përmbyll protesta në Tiranë, e katërta pas 2 protestave në Prishtinë e 1 në Hagë. Do të mbesim tek tema e njëjtë. Do t'ju sjellim tani momente nga nisja e pjesëmarrësve nga Kosova për në Tiranë, ku protestuan në mbrojtje të ushtrisë qeverimtare të Kosovës dhe padrejtësive në Hagë. Flamujt me logën e ushtrisë qeverimtare të Kosovës dhe ata kuqezi u vendosën në secilin autobus.
Shumë qytetarë të premtën paradite morën rrugë drejt Tiranës për të marrë pjesë në protestën gjithëpopullore në mbështetje të Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. E mbi shkrimi lidhja ka emër, emblema UÇK-s, flamuri me fotografi të Thaqit e Veselit dhe plisi i bardh ishin detajet që nuk mungua në asnjërin nga autobusët. Autobus të tillë sipas organizatorëve të protestës, OVL e UÇK-s, janë 60. E madje as mosha e shtyr nuk i pengoi disa nga qytetarët të nisën për protestë. Shty zemra më shku për ata burrat kombit shqiptar, për luftën shërimtare, për këtë liri sot që e gëzojnë, për ata shkoj edhe komisha shku. Në rrugën e gjatë që i priste nuk munguan as këngët me motive patriotike. Ata gjatë rrugës treguan motivet për t'ju bashkuar kësaj proteste. Shpresojmë që zëri ynë të përcillet në Hag, në Bruxelles, në Strasburg dhe në çdo vend tjetër të Evropës. Është një eveniment i domosdoshëm që t'jemi në përkrahje të liderëve tanë, të prizve tanë të UÇK-s. Shpresojmë që zëri ynë nuk do të shkon vesh të shortët. Ma pa drejtësi s'ki kuesion mo, vesh drejtësi s'ka ato, kur që tjetër. E posaçërisht për të marrë pjesë në protestën në kryeqytetin shqiptar, erdhën edhe mërgjimtar. Ne isha edhe në Hag. Çdo protestë që u bën, edhe seancat që kanë pas ata krerte, edhe isha çdo seancë atje. Protestë ku e bën diasporë. Unë jetoj në Bruxelles, në Belgjik, kam marrë edhe për këtë përkrahje në kësë feste që bëhen në Tiranë. Shpresojmë që sa më shpejt na kthehen. Shkoj për kërërat të UÇK që po mund peng në gjykatën speciale, në gjykatë ku është duke i mojt pat drejtësisht. Ata janë të pafajshëm. Na kanë marrë zotin në shtëpi, Hashim Thaqin, Kadri Veselin, edhe shkojmë me përkëra, sa të pak. Pos autobusëve, autostrada Ibrahim Rugova të premtën u vërshua edhe nga motorist e vetura të mbuluara me flamuj që morën rrugën për Tiranë. Një aksion simbolik që për kërkesë ka monitorimin dhe transparencën e gjykatës speciale pritet të zhvillohet të dielën paradite përpara dhomave të specializuara në Hag. Rrugës për të mbritur atje janë qindra motoristë që janë nisur pardje nga prekazi, por edhe të tjerë që u janë bashkuar rrugës. E kam tani në transmetim Ismail Tasholli nga platforma Liria ka emër. Tasholli, mirë mbrëma, të përshëndes. Si e përshkruat rrugën deri tash dhe ku keni mbritur aktualisht? Po, si që the, jemi nisur nga prekazi, si shaj simbolike dhe tani për momentin ndodhemi në Cyri, sepse këtu e keme piktakimin tjetër, që do të na bashkangjiten motoristë të klubeve të ndryshme për të vazhduar rrugën drejt Gjermanisë, Düsseldorfit nesër, edhe atje e kem piktakimin tjetër të klubeve të motoristëve tjerë, dhe që nga aty do të nisemi për në Hag, ku provojmë që të dielën në ora 10 paradite të jemi aty dhe të jetë edhe karvani motoristave i plot. Këtu për momentin tash sa kem një pjesë me motorista, se jemi në ambientet kështu të një lokalit të shqiptarëve, ku na ofruan për ushqim, edhe jem shumë me vullnet mirë, që kam bo krejt këtë organizimin dhe shfryzoj rasin edhe këtu që ti përmend Murat Gjafën dhe Visar Bajrën e Rikin që kanë qenë djemë tjarëzakonshëm që e kanë organizu krejt këtë mënyrë të marshit simbolik që për qëllim ka transparencën dhe monitorimin, por po ashtu edhe përgjegjësinë, sepse ata atje të rritën në emër të Kosovës dhe ne jem qytetarë të saj që i thrasim në përgjegjësi. Se si që dini edhe ju, ajo gjykata atje është bunkerizu dhe ma nuk operon ose nuk funksionon mbi premisa normale juridike. Absolutisht, përveç parakalimit në Hag, ju keni bërë me dije se edhe në Parlamentin Europian në Strasburg do ta dorëzoni një kërkesë. Si janë procedurat, ku jeni me këtë plan? Po, e kem bën një shkret me ekspert juridik jo vetëm vendor, por edhe ndërkombëtar, që pretendojnë që shkeljet që janë bërë nga fillimi. Mos të harrojmë, ne kem qenë në vazhdimsi në artikulimin, sepse kem thënë që kem gajles që ajo është komplet politike dhe ashtu është dalë që nga fillimi.
dhe me ekspert juridik i kemi renditur të gjitha shkeljet, dhe ato shkelje janë masive, nuk është një dy, janë shumë shkelje, madje ka shkelje dhe të drejtave themelore humane, si tashmë ai nuk është paraburgim, po është burgim klasik, dhe këto brenga të artikulume do t'i prezentoj me disa europarlamentarë që do të takohemi në Strasburg për t'i sqaruar dhe kërkuar monitorim shumë të gjerë kështu profesional për me kriju transparencën dhe përgjegjësinë, sepse kur thritet në emër tonë, ne jemi ata qytetarë që duam përgjegjësi, duam monitorim dhe duam transparencë, do të thotë për secilin hap tyre që e marrin. I kem marrë disa premtime dhe takime që do të ndodhin dhe ato do të dorëzohen në Parlamentin Evropian. Dakor, krejtësisht e qartë, ju urojmë rrugë të mbardhes, shumë suksese. Faleminderit shumë nga ju. Respekt, faleminderit. Punët për zbardhjen e fatit të pagjeturve në një deponi në fshatin Kozhlje afër Novi Pazarit, që kanë filluar tash e një muaj, po zhvillohen me intensitet të ulët dhe ndërprerje të shpeshta, gjë që sipas palës kosovare përbën një strategji të qëllimshme të autoriteteve serbe për të penguar zbardhjen e fatit të personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Gërmimet për gjetjen e të pagjeturve, të cilat kishin filluar në fillim të muajit shtator në një deponi në fshatin Kozhlje afër Novi Pazarit, aktualisht po zhvillohen me intensitet të ulët, ato shpeshherë ndërpriten dhe rifillojnë. Sipas palës kosovare, kjo qasje zvarritëse duket se synon të pengoj procesin e identifikimit dhe gjetjes së mbetjeve mortore në këtë lokacion, ku dyshohet se ndodhet një varrezë masive. Kryesuesi i Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur Andin Hoti ka deklaruar se pala serbe po tregohet jo bashkëpunuese. Ai ka theksuar se Serbia po vazhdon ta zvarrisë punën në terren për zbardhjen e fatit të zhdukurve gjatë luftës në Kosovë. Po dojnë me bo Kozhljen një praktikë që kanë pas në Rudnis dhe në Kishevak, dy lokacione tjera që kemi trajtuar, që kanë marrë ka 5 vite të dyja. Domethënë të shtym se punt edhe një 5 vite në Kozhlje dhe pas 5 vite shqyqojmë për me ndryshon situata dhe harrohen këto punë. Kjo është qëllimi tyne. Sepse me qenonën e tyne ata përdojnë me ikë përgjithësisë së krimit. Për shkak të kësaj, Hoti ka thënë se brenda këtij viti nuk pritet madje as terrenit të bëhet gati për gërmime. Me qenë kështu i drejt mos me majt shpresë familje, sepse kjo është me rëndësi. Unë nuk besoj që brenda këtij viti do të shkojmë tek lokacioni që është 15 metra nër Meturina, ku dyshohet varreza masive. Hakika Sumi nga shoqata për hulumtimin e fatit të personave të pagjetur thekson se shtyrja e përditshme zbardhjes së fatit të zhdukurve është një politikë e vazhdueshme serbe, e cila sipas tij njeh vetëm presionin. Informatat për ta të gjitha i ka në dosjet e veta Serbia, po s'po kem fuqi, s'po kem forcë dhe s'po kem miq të duhur në bashkinë ndërkombëtare që të bojnë se ata vetëm me presion mund të japin dhe mund të hapin arkivat e tyre. Në takimin e fundit të shtatorit në Bruksel mes negociatorëve kosovar dhe serb me ndërmjetësimin e emisarit evropian Sorensen, Serbia zyrtarisht ka refuzuar zbatimin e Komisionit të Përbashkët për Persona të Zhdukur, duke kërkuar ndryshimin e termave të referencës, terma këto të miratuar në dhjetor të vitit 2024 të Komisionit të Përbashkët të Personave të Zhdukur, ndërmjet të dy palëve në Bruksel. Do të ndrojmë tani temë. Çmimet e produkteve esenciale si vaj, qumshti e vezët bashkë me ushqime të tjera po vazhdojnë të shënojnë ngritje në Kosovë. Bashkë me to është ngritur edhe kostoja e shërbimeve të tjera. Qytetarët ankohen se pagat i kanë të ulta për të përballuar këto çmime, ndërsa njohësit e ekonomisë paralajmërojnë se muajt në vijim çmimet do të ngrihen edhe më shumë. Nga produktet bazë ushqimore deri te shërbime tjera, çmimet muaj pas muaji po shënojnë ngritje. Vesh po këqyrin po shetitmi e po marrim mirë. Vesh po vjen turit, po vjen të zbrit. Përveç specave që ka shumë si vjetë, çmimet janë më reale se këta sene tjera. Unë me pension, jam, por duhet me shpenzu edhe. Na, që shtu shkon kjo, që shtu ngritet edhe standardi e jeta e. Qytetarët si vjetë janë përballur me një valë të re të ngritjes së çmimeve. Në prill, çmimet e konsumit shënuan ngritje për 3% krahasuar me muajin e njëjtë të vitit të kaluar.
ndërsa 4,7% ishte ngritja e çmimeve në shtator të 2025-s, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit që lan pas. Njohës të ekonomisë paralajmërojnë ngritje të çmimeve edhe në muajt në vijim. Po duke u bazuar në situatën aktuale që kemi, sidomos me formimin e qeverisë dhe institucioneve, pastaj kërkesa e madhe që është konsumatorëve kosovar për blerje, pastaj varja Kosova varet shumë nga importi, dikon rreth 80% të produkteve importohen që i konsumon dhe kjo sigurisht që ka me ngritje. Shto faktin që asnjë agjencion nuk është duke funksionuar siç duhet. Autoriteti i konkurrencës që ka përgjegjësi mbi qyrinë e tregut, pastaj edhe inspektorati i tregut. Beqiri ka treguar edhe çfarë ka ndikuar në këtë ngritje të çmimeve. Unë pres që do të ketë rritje të inflacionit, për faktin që nuk ka ndonjë mekanizëm i cili është duke u ndërmarr, edhe zakonisht në ekonomi efektet janë më të vëshme, tash për tash edhe si institucionet të Republikës së Kosovës janë funksionale dhe mendoj që qytetarët e Kosovës do të ballafaqohen edhe një kohë me ngritjen e çmimeve. Përfaqësues të bizneseve tash e një kohë kanë paralajmëruar ngritje të çmimeve e kjo si pasojë e ngritjes së çmimit të energjisë elektrike. Kësisht të dhonat e Agjencisë Statistikave po vërtetojmë çdo muaj që po kemi në rritje të importit, e fatkeqësisht po kemi ulje të eksporteve. Gjithashtu kemi rritje të çmimeve për shkak edhe të rritjes së çmimit të energjisë për 16.1%. Tash llogaritë edhe rritjen tjetër tash do t'i ndodhë vendit me tregun e energjisë këtë rast elektrike. Agjencia Statistikave të Kosovës ka njoftuar se në shtator të këtij viti çmimet e mishit janë ngritur për 12.1%, ato të qumshtit, vezëve e djathit për 8.8%, kafes e çajit për 14.2%. Ngritje kanë pësuar edhe çmimet e mallrave dhe shërbimeve të tjera. Flasim tani për procesin zgjedhor të së dielës, për kryetarët e komunave dhe asamblet komunale. Merret vesh se prej orës 18 në qendrën e numërimit dhe rezultateve ka nisë numërimi i votave të ardhura nga diaspora apo nga Mërgata. E kam tani në transmetim kolegen Elmina Osmani. Elmina, mi mbrëma të përshëndes. Cilat janë informacionet atje ku po vazhdon edhe verifikimi dhe numërimi i votave? Mirë mbrëma Alketa, pra përveç që në qendrën komunale, në fakt në qendrat komunale të numërimit po vazhdon numërimi i votave për kandidat të asambleve komunale, atëherë këtu në qendrën e numërimit dhe rezultateve ka nisur numërimi i votave të ardhura nga diaspora për kryetarë të komunave e po ashtu edhe për anëtarë të kuvendeve komunale. Për të marrë më shumë detaje se si po ecën ky proces dhe ja ka filluar mbar në orën 18 siç është paralajmëruar, këtu afër kemi zëdhënësin e Komisionit Qendror Valmir Elizi. Mirë mbrëma, Valmir. Mirë mbrëma, mirë se erdhën një. Atëherë keni nisur sonte në 18, sa keni nisur në kohë të cilën e keni paralajmëruar numërimin e votave të ardhura nga Mërgata. Po, do të po bën gati 2 orë prej se këtu në qendrën e numërimit dhe të rezultateve kemi filluar me numërimin e votave që i takojnë procesit e votimit jashtë Kosovës përmes postës, i cili është realizuar nga data 17 shtator deri në datë 11 tetor. Paraprakisht, para fillimit të këtij procesi, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka tërhequr pakot me fletë votime, ato të cilat janë dërguar nga votuesit e regjistruar në 22 kuti postare në shtete të ndryshme të botës dhe nga kutia postare e KSZ-s në Kosovë. Në përgjithësi janë tërhequr më shumë se 33.000 pako të supozuara me fletë votime dhe prej këtyre pastaj të gjitha këto dërgesa janë nështruar një procesit të vlerësimit dhe nga ky proces së fundmi kemi rreth 30.000 pakot të supozuara me fletë votime që janë aprovuar nga ana e shërbimit votues e të cilat do t'i nështrohen procesit të numërimit, ndërka që janë refuzuar rreth 3.980, arsyeja më e shprehur tek këto raste të refuzimit ka të bëjë me faktin se në këto pako që janë dërguar nga votuesit mungon të ftesa e regjistrimit, një dokument unik i cili është do të i veçantë për çdo votues i cili e ka pranuar nga ana e KSZ-s në momentin e regjistrimit. Në përgjithësi procesi i numërimit është duke vijuar pa ndonjë problem që nga ora 18 dhe brenda disa ditësh do të përmbyllim numërimin e këtyre votimeve. Po, si qëndron Prishtina dhe sa komuna deri tani kanë përmbyllur procesin e numërimit votave
në qendrat komunale të numërimit? Para fillimit të këtyre aktiviteteve sot do të në qendrën e numërimit dhe rezultateve, nga e hëna në qendra komunale të numërimit në 38 kanë vazhduar aktivitetet të ndryshme që kanë pasur të bëjnë kryesisht me verifikimin e rezultateve nga zgjedhjet për kryetarët e komunave, rezultateve të subjekteve politike nga zgjedhjet për kuvende komunale, si dhe me numërimin e fletvotime apo votave të kandidatëve për anëtarë të kuvendeve komunale. Që nga dita e hënë, pra kur ka nisur ky proces dhe deri më sot në orën 16 të ditës së premte, procesi apo aktivitetet në qendra komunale të numërimit janë përmbyllur në 30 komuna, në 8 të tjera do të thotë është duke vazhduar, ndërkaq nëse flasim me numër të saktë vendvotimeve, pra janë verifikuar rezultatet nga 2303 vendvotime që i takojnë zgjedhjeve për kryetarët të komunave, në 2308 vendvotime janë verifikuar rezultatet për subjektet politike, ndërkaq janë numëruar për herë të parë votat e kandidatëve nga zgjedhjet për kuvende komunale në 2308 vendvotime. Në përgjithësi nga 5142 kuti votimi që kanë qenë prezent në vendvotime në të gjithë Republikën e Kosovës, janë procesuar 4611 prej tyre, pra diku rreth 90% e kutive të votimit janë nështruar këtij procesi nga dita e hënë deri sot e premte në orën 16. Zoti Elizi, faleminderit. Faleminderit. Atëherë këto ishin të rejat, siç tha zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elizi, pritet që së shpejti të përfundojë gjithë procesi, pra kanë mbetur edhe 8 komuna nga 38 sa janë gjithsej në Republikën tonë për të përmbyllur procesin e numërimit të votave. Kaq nga kjo linjë. Qartë, Elmina, falenderoj ty dhe zotin Elizi gjithashtu. Megjithatë, disa parregullsi gjatë dielët, siç ishte mungesa e njohurive të votuesve për ndryshimet në qendrat e votimit, bën që disa ankesa të drejtohen në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Procesi zgjedhor për kryetar të komunave dhe për kuvende komunale që u mbajt të dielën u vlerësua si i qetë dhe demokratik. Megjithatë, disa parregullsi, siç ishte mungesa e njohurive të votuesve për ndryshimet në qendrat e votimit, bën që disa ankesa të drejtohen në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Lidhur me këtë, PZAP në një përgjigje me shkrim për RTK-n, tha se deri më tani kanë pranuar 3 ankesa. Në të trija këto vendime të marra nga ky organ, në 3 raste të ndara, ankesat janë refuzuar si të pabazuara. Në njërin nga rastet, siç thuhet në vendim, një qytetare me vendbanim në fshatin Balaj të Ferizajt është ankuar në PZAP duke pretenduar se i është ndërruar vendvotimi në një tjetër komunë pa njoftim paraprak nga KQZ-ja dhe për këtë arsye nuk ka mundur të votojë. Megjithatë, PZAP e ka refuzuar këtë ankesë me arsyetimin se paneli ka gjetur faktin se për ankuesen ka parashtruar kërkesë për ndërrim të vendvotimit një familjare e saj, kërkesë e cila është aprovuar nga gjendja civile. PZAP përmend në arsyetim se sipas KQZ-s, ndërrimi i qendrës së votimit bazohet në përditësimet e sakta të regjistrit qendror civil. Andaj, parashtruesës së ankesës i është ndërruar qendra e votimit si rezultat i të dhënave të përditësuara të regjistrit civil. Njohës të vetëqeverisjes lokale thonë se në aspektin ligjor dhe demokratik, ky është një hap i domosdoshëm për të ruajtur legjitimitetin e procesit. Këto ankesa do të ndikojnë drejt për drejt në zgjatjen e fazës paszgjedhore, sepse deri në shqyrtimin dhe vendimin përfundimtar të tyre, rezultatet nuk mund të certifikohen nga KQZ-ja. Në aspektin e besueshmërisë, sigurisht që kjo mund të shkaktojë dyshime apo tensione politike, por njëkohësisht është pjesë e procesit ligjor të garantimit të transparencës dhe integritetit të zgjedhjeve. Më 12 tetor, qytetarët e Kosovës votuan në 38 komuna për të zgjedhur kryetarët e rinj dhe përbërjet e reja komunale. Për zgjedhjet lokale do të votohet të dielën edhe në Maqedoninë e Veriut. Atje sonte në mesnatë përfundon fushata elektorale, ndërsa në garë janë 22 parti politike, 19 koalicione dhe 119 kandidat pavarur. Sonte në mesnatë në Maqedoninë e Veriut përfundon fushata për zgjedhjet lokale, të cilat do zhvillohen të dielën më 19 tetor. Në tubimin që mbajti koalicioni Blen në Çajir të Shkupit, kandidati për kryetari i kësaj komune Izet Mexhiti tha se garon për ta bërë Çajirin
një vend të ëndruar për të gjithë. U ktheva të garoj në Çajir, që ëndrën atyre që deshën ta bëjnë Çajirin geto të pazhvilluar, ta kthejnë në një Çajir të ëndëruar nga gjithë ne. Gjatë këtyre 15 muajve qeverisje qendrore, qeveria vlen ka orientuar në Çajir 10 projekte dhe rreth 100 milion euro investime. Koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim të ubimin e saj përmbyllës me elektoratin e mbajti në qytetin e Tetovës. Kandidati për kryetar të komunës së Tetovës nga ky koalicion, Bajram Rexhepi, tha se nëse zgjidhet në krye të komunës, do të angazhohet për ta bërë qytetin kryeqendër ekonomike. Të dashur miq, unë jam në këtë garë zgjedhore sepse kam besim të plot tek qytetaria tetovare, tek intelektualizmi dhe tek vlerat tona europiane. Të dashur tetovar, unë kërkojnë nga ju mbështetje që t'ja kthejmë Tetovës tonë lavdin. Në zgjedhjet e së dielës do të marrin pjesë 22 parti politike, 19 koalicione dhe 190 kandidatë të pavarur. Këto zgjedhje, që janë të tetët me radhë që nga pavarësimi i vendit, do zhvillohen në 80 komuna dhe në qytetin e Shkupit si njësi e veçantë e administrimit. Në radhë lajmet nga Kronika e Zez, një grua dhe vajza e saj e mitur dyshohet se janë therrur pas mesnate me thik nga krye familjari. Të dyja po trajtohen në repartin intensiv në spitalin rajonal të Prizrenit. I dyshuari është arrestuar në hyrje të ndërtesës dhe shoqëruar në stacionin policor. Prokurori kujdestar ka lëshuar akt vendimin për ndalimin e tij 48 orë për dyshimin e kryerjes së veprës penale, vrasje e rëndë në tentativë dhe mbajtja e paautorizuar e armëve. Brëm pas mesnatës, policia në Prizren ka pranuar informacion për një rast lëndimi trupor, të cilët me të dalë në vendin e ngjarjes kanë hasur në një grua dhe në një vajzë të mitur të therrura me thik, të cilat janë dërguar menjëherë për trajtim mjekësor. Rasti ka ndodhur rreth orës 12:20 pas mesnatës në rrugën Recep Kabashi në Prizren, ku policia ka pranuar një informat për një rast të dhunës në familje. Patrulla policore me njëherë i është përgjigjur kësaj telefonate dhe me të mbritur në vendin e ngjarjes ka hasur një person të gjinisë femërore, i cila kishte lëndime të rënda trupore dhe gjakderdhje, të shkaktuara me mjet të mpret thik. Po ashtu në katin e dytë të ndërtesës, policia ka gjetur edhe viktimen e dytë, vajzën e mitur, e cila gjithashtu kishte lëndime të rënda trupore. Policia në ato momente ju ka dhënë ndihmën e parë dy viktimave, ku më pas të njëjtat janë transportuar për në spitalin rajonal të Prizrenit. Sipas mjekëve, edhe në këto momente gjendja e tyre shëndetësore vazhdon të jetë e rëndë. Viktimat janë duke marrë trajtim mjekësor në spitalin rajonal të Prizrenit. Po rreth ora 00:45 në emergjencën e spitalit përgjithshëm Prizren janë pranuar 2 të lënduar sipas së therrjes me thik. Në emergjencë janë kryer ekzaminimet e nevojshme, janë kryer ekzaminimet radiologjike, është dhënë terapioni dhe pas asaj të dy pacientet janë pranuar për trajtim të mëtejmë në repartin e krinologjisë dhe më vonë në mjekimin intensiv. Me vendim të prokurorit kujdestar, i akuzuari është ndalur për 48 orë. Flasim tutje për kulturë. Drejtori i Festivalit të Këngës në Radio Televizionin e Kosovës, Rilind Gërvalla, njërë është drejtori i Televizionit të Kosovës, së bashku me përfaqësues të Gjajkas, vizituan nga afër punimet intensive që po zhvillohen në Pallatin e Rinis në prag të edicionit të 3 të Festivalit të Këngës në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Gërvalla i njoftoi përfaqësuesit e Gjajkas për sfidat financiare me cilat po përballet Radio Televizioni i Kosovës, por theksoi se pavarësisht këtyre vështirësive, stafi i RTK-s po tregon përkushtim të jashtëzakonshëm dhe profesionalizëm të lartë për ta realizuar një festival edhe më të suksesshëm artistikisht. Ai shprehu mirënjohjen e tij për ndihmën e çmuar që Gjajka i ka dhënë ndër vite në ndërtimin e infrastrukturës së RTK-s dhe në zhvillimin e kapaciteteve njerëzore të transmetuesit publik. Mbështetje kjo që sipas tij reflektohet edhe në nivelin e lartë të angazhimit të stafit, ku gjysma janë gratë të përfshira në mënyrë aktive në organizimin e festivalit. Edicioni 3 i Festivalit të Këngës në RTK do të mbahet më 6, 7 dhe 8 nëntor dhe do të sjellë në skenë 20 garues si dhe yje të njohur të muzikës nga Kosova dhe Shqipëria, të cilët do të marrin pjesë si mysafir special.
Punëtorët e ish ndërmarrjes Rilindja sërish protestuan përpara objektit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit me kërkesën për 20%. AKP-ND nuk ka kthyer përgjigje në pyetjet e RTK-s lidhur me kërkesat e protestuesve. Punëtorët e ish ndërmarrjes Rilindja të premten u mblodhen para objektit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Ata po protestojnë që disa vite për mos pagesën e 20%-shit që siç thonë janë kërkesa legjitime, por po injorohen. Punëtorët dihen të diskriminuar dhe të fyer jo vetëm për shkak të padrejtisë materiale dhe që po bëhet, por edhe për shkak të shkeljes së rëndë të dinjitetit të tyre si kontribues shumë i qartë në këtë vend. Injorimi i kërkesave të tyre, mungesa e transparencës dhe mosdhënia e përgjigjes zyrtare e përforcojnë bindjen se drejtësia në këtë rast është selektive e në dëm të atyre që kanë dhënë shumë dhe që kanë marrë pak ose as pak. Nga aty u kërkua të veprohet dhe të gjendet një zgjidhje. Kjo protestë nuk është thjesht një kërkesë për para apo truall, është një kërkesë për drejtësi, dinitet dhe trajtim të barabartë. Dhe derisa këto mos realizohen, zëri protestues nuk duhet dhe nuk mund të ndalet. Pjesëmarrësit në protestë thanë se nuk do të heqin dorë nga kërkesat deri në realizimin e tyre. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion qendror lajmesh të nderuar televizikues, ju falenderojmë për vëmendje. Natën e